Sot në gjykatën speciale të Hagës u mbaj dita e tretë e fazës përfundimtare të procesit më të madh gjyqësor në Hagë për akuzat ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli e Jakub Krasniqi, ku nga prokuroria u kërkua dënimi për 45 vite burg për secilin apo 180 vite gjithsej. Reagimet të shumta për ecurinë e këtij procesi ka pasur tash disa ditë, ku nga krerë të shumtë shtetëror në vende më gjerë e nga qytetarët, kërkesa për dënim është vlerësuar e padrejtë. Zyra e prokurorit të specializuar ka përmbyllur dje fjalën përfundimtare e madje në prononcim është shprehur se ka pranuar, siç pretendohet, mbi 5.000 prova materiale dhe ka intervistuar mbi 130 dëshmitar. Ndërkaq sot, avokati i Thaçit në Hagë, Luka Mishetic, ka bërë shpalosjen e deklaratas përmbyllëse të ish-presidentit të Kosovës. Gjatë paraqitjes së tij, ekipi mbrojtës i ish-presidentit Thaçi argumentoi se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka arritur të përmbushë standardin e provës përtej dyshimit të arsyeshëm ndaj klientit të tij, duke theksuar se dëshmitë e përfaqësuesve ndërkombëtar, pjesëtarëve të UÇK-s dhe provat shkresore nuk e lidhin Thaçin me pretendimet e ngritura në akt akuzë. Ai shtoi se 4 të akuzuarit duhet të konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të provohet me ligj.